Al-aqlu selim, fi jismi selim, mendja shnosh është në trupin e shnosh. Pastaj andes të thonë një thënie të bukur, use your head, përdore kokën tënde të thotë. Përdore mendjen, kupton. Dhe kjo thotë edhe fjalë pa vepra dhe dituria dhe besimi. Ku është lidhja? Fjalë pa vepra. Pra ne si besimtar kur flasim diçka dhe tregojmë diçka, kur ngrejmë një teori, duhet mendojmë që ta vendosim, ta mishojmë edhe në praktik, materje. Sepse, do me thonë, ne jemi të thirrur që me bën ndryshime edhe që shihet në sy. Si besimtar. Jo vetëm thjesht fjalë, edhe asnjë gjurmë, pse edhe vetë libri ka një gjurmë. Lima taquluna ma la tafalun. Pra, pse betoni ato që nuk e veproni, kupton? Pra duhet kemi gjurmë për mbar. Gjurmë për mirësi që ti trashëgojnë brezat. Për shembull, ata Osmanli, besimtarë shqiptarë, muslimanë që kanë jetuar në kohra ndryshme, i kanë ndërtuar ato xhami, ato shatërvane, ato gjana, na sot ende pe tyne lahemi, pastrohemi, marrim abdes, falim namaz, kupton? Gjitha. Dhe kjo do thotë po kërkon njeriu që atë që e vepron, dhe nëse ti don, atë që e thua me vepru. Edhe nëse thua që ti i përket sunetit të Muhamedit alayhis salam, atëherë ai asnjë gjë nuk i ka thonë një herë para se me e vepru, ose të paktën asnjë gjë nuk ka vepru, atë që se ka thonë me gojë, apo nuk i ka thonë me gojë nëse nuk i ka vepru. Sepse nuk duhet me pos kontradikta mes gjuhës tonë edhe duhet tonë, sepse gjitha këtu janë gjymtyr të një truni. Absolutisht. Atëherë nëse njëra bën diçka tjetra ju, atëherë ka kontradikt këtu. Atëherë edhe në trupin e njeriu. Bien desh. Po edhe kjo do thotë edhe në shoqëri. Njeriu siç është njeriu, shoqëri, pjesë e shoqërisë, që nuk don me kriju do të kontradikta mes ti dhe shoqërisë, ashtu nuk do të ketë edhe kontradikta edhe në vetë. Shpesh herë më bëhet një pyetje mua edhe bashkë për këtë temën e fundit, dituria dhe besimi. Më bëhet shpesh një pyetje cila është përpara. Dituria apo besimi. Edhe besoj që do të vim deri tek një konkludim i kësaj, para se edhe nuk na ka mbetur shumë minuta deri në fund të emisionit, po shkurtimisht nëse ka mundësi do ta bëjmë një elaborim kjo mos po lidhshmëri, çka ke dosh me thonë në lidhje me këtë temë dituria dhe besimi, dhe cila është e lidhur me cilën. Pa dituri s'ka besim. Pa besim nuk ka dituri. Në kupton ku duhet dalë. Mund të jesh akademik, mund të jesh shumë i mrin titull. Mirë, po besim s'ki. Ahlak s'ki. Në kupton. Mund të kesh ahlak edhe gjitha, po je i padijshëm. Kështu që pse thot Allahu në Kur'an? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Pa më pra sysh fushën e diturisë, na nuk do ta ndajmë fushën vetëm tek dituria hoxhllakut. Dituria në fizik, dituria në kimi, dituria në familje, dituria mund të jetë shumë e lehtë, do të jetë edhe e vogël, e thjesht, por e ka vendin dhe kohën dhe vlerën e vet. Dituria, nëse do ta bëjmë një lidhje kështu, besoj që është informacioni për diçka. Kurse Islami dhe besimi është edukimi shpirtëror. Imagjino tash për shembull, dikush mund të ketë dituri si me përdor armën. Ajo dituri është edhe. Se si e përdor. Po, nëse nuk ka besim, ai atë armë mundet me përdor në forma të ndryshme, të dëmshme, të ndalueshme. Po, do thotë edukimi. Ajo dituri që nuk ka besim, thjesht është një dituri vetëm informacion pa edukat. Ajo e bën njeriu një tip arrogante, sepse ka dituri. Mjekët tonë shumë për tyre janë shumë të aftë, për nga dituria, po flasim në Kosovë. Fatkeqësisht është një realitet në shëndetësinë e Kosovës. Po marrëm vetëm si shembull. Shumë kanë dituri edhe janë shumë të përsosur në atë diturinë e vet, mirë, po kur vjen puna tek vepra shihet tek besimi, nuk mund t'ia besosh pacientin, nuk mund t'ia besosh. Pse? Ai, s'është, nuk mundesh me pas besim tuaj, sepse ai vetë s'ka besim. Si mundesh me pas ai rahmet ndikan kur ai vetë nuk ka rahmet. Zoti s'ka rahmet. E Islami është e rahmeti. Prandaj, inna rahmetallahi qarib, rahmeti i Zotit është afër njerëzit. Prandaj Muhamedi alayhis salam erdhi si pejgamberi i mëshirës.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shpëtim. Dhe për shkurt ishte të lidhin me këtë. Ajeti kuranor. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Të ndajmë 3 pjesë këtë ajet. Së pari është leximi, dituria. Por lidhen me këtë më një herë vjen në emrin e Zotit. Normalisht. Njohjes. E njohjes. Dituri lidhen me çka duke mos harru Zotin tënd. Në bazë kësaj kam marrë unë vetë në një konkludim që ndoshta mund të jem gabim, por ky është konkludimi im, se në bazë kësaj kam marrë në konkludim se dituria vjen më pari, sepse dituria çon deri tek ta mundson rrugën deri tek besimi. Normal. Nuk po them ditur në shkenca, e ke këtu. Po të paktën të kesh një dituri. Falem ennehu la ilaha illallah. Duhet ta dim pra. Dinë thotë se Allahu do të. E kështu që rëndësia e kërkimit diturisë tek na është aq shumë e nevojshme sepse për të pasur sukses duhet të kesh edukat. Absolutisht. Nëse nuk ke edukat, s'ke me pas sukses, atëherë çfarë të duhet dituria aty? Vetëm bëhet korrupsion, bëhet çmos e kjo do të shihë se në çfarë mënyre pa e etiketu kështu me emër, Islami vetëm në fillim e lufton korrupsionin. Po. Edhe që nuk ka nevojë të bëhen kampanja kundër korrupsionit, të harxhohen shumë para mjete monetare për ta bërë një kampanjë kundër korrupsionit. Është vetëm ti si individ merr hapa kundër asaj. Absolutisht. Edhe kur e kam pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë po e përfundojmë, çka është Islami, secili ju ka përgjigjur në atë formën e vet. Që ai që Muhamedi sallallahu e ka pa të nevojshme me ju përgjigj. Edhe i ka thonë përgjigje ndryshme. Punëtorit i ka thonë jepja hakun punës. Si ko të marrim këtë hadith tash edhe të punojmë vetëm me këtë. Se cili punëtor, gjithë neve jemi punëtor. Pavarësisht jemi drejtor, apo jemi edhe pastrues të rrugës, gjithë cili ka funksionin e është punëtor. T'ja japim hakun punës tonë. Kjo është Islami. Nëse refuzojmë Islamin, nëse luftojmë këtë, atëherë po e luftojmë gjëra më të nevojshme që është për neve, për të krijuar një shoqëri të shëndoshme. Shpëtim, përfundimisht ju falenderoj te mose për këtë bashkëbisedim dhe lutë Zotin xhaleshanuhu që na fal ne, familjet tona, njerëzit që na rrethojnë kudo dhe ata që po na dëgjojnë tash në momente. Shpresoj që të ndryshojnë për mirë, Zoti na dhash të mira. Edhe një herë أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah ju shpërblet. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah ju shpërblet edhe ty dhe falenderoj shumë për pjesëmarrjen. E keni dhuratë për me inshallah. Do të japë disa kopje që u çoni besimtarëve atje në Mërgat. Është kënaqësia ime ta pranoj këtë dhe të falenderoj shumë për prezantimin.